Deputetët e opozitës kanë reaguar vakët në komisione pas humbjes së zgjedhjeve. Në diskutimet e projektligjeve, pak prej tyre janë bërë pjesë. Faleminderit zonja kryetare. Se di ata përdor tani kryetare, deputet apo jo, më duket e Tek ligjet ishin vetëm Aslan Dogjani, Fatmir Mediu dhe Enkeleda Libeaj, me pak zë, akuzuan PS për votimet. Të bëjnë gjithçka që në Shqipëri të shkojmë në një qeveri të shpejt, teknike dhe të bëhen njëherë zgjedhje të lira. Përgjigjen e mori nga kryetaria e Komisionit të Ligjeve Klotilda Bushka, duke i cilësuar zgjedhjet e 11 majit legjitime. Kur të analizohet dhe humbja dhe fitoria, po ky s'është vendi për të bërë këtë diskutim. Pas kësaj, dhe ata pak opozitar u larguan. Koncept qysh për vitit 91. E njëjta situatë shihej edhe në Komisionin e Medias, e cila drejtohet nga opozitaria Ina Zhupa. Përveç se një farsë elektorale ku nuk votojnë qytetarët, ku nuk kontrollohet vota në mënyrë të sinqertë dhe me parametrat që kërkon Bashkimi Evropian. Përgjigjen përmes ironisë edhe socialistja Evis Kushi. Fillimisht për ju personalisht, shumë urime për fitoren e mandatit, ndërkohë që s'mund të ri pa shprehur keqardhjen për humbjen tuaj madhështore që gjithashtu dhe atë e keni merituar. E njëjta linjë u mbajtë në Komisionin për Çështje Sociale. Kryetaria Zheni Gjergji e cilësoi një farsë të vullnetit politik të shqiptarëve, rezultatin e 11 majit. Përdorët çdo mjet, që nga patronazhisti, blerja e votës, krimi i organizuar, në vend që të garantonit një proces të ndershëm dhe përfaqësues në zgjedhjet. Duket se aksioni për votimet është ndalur vetëm tek Sali Berisha, në daljet e përditshme për mediat, ndërsa opozitarët e tjerë e kanë lënë në heshtje. I shkrova, i lash këtë shënim. Mungesa e Partisë Demokratike nuk pengoi mazhorancën e cila miratoi nismat. Deputetët aktual do të jenë në detyrë deri në shtator, kur mblidhet seanca e parë për kuvendin e dal nga 11 maj. Pas kësaj, Partia Socialiste do të ketë në sallë 83 mandate kundrejt vetëm 50 nga koalicioni i Partisë Demokratike. 4 të tjerë janë nga partitë e vogla dhe 3 nga Partia Socialdemokrate. Shumë shkurt unë desha të